Ndonjëherë ne rritemi duke u përpjekur të kuptojmë botën, por harrojmë të ndalemi e të kuptojmë veten. Çdo fëmijë ka brenda një dritë të veçantë, një dhuratë që e bën unik, ndryshe i pazëvendësueshëm. Në fillim, disa prej tyre janë të turpshëm, nuk dinë çfarë të thonë për veten, por mjafton një buzëqeshje, një fjalë e mirë dhe drita e tyre fillon të ndriçojë. Në çdo vizatim, në çdo fjalë që shkruajnë, ata fillojnë ta kuptojnë. Unë jam i vlefshëm, unë kam vlera, unë jam dikush që mundet. Kur e thonë me zë të lartë, unë jam i guximshëm, unë jam e dashur, unë jam kreativ, atëherë ndodh diçka e bukur, klasa mbushet me energji, me ngjyra, me jetë. Ata mësojnë se nuk duhet të jenë të përsosur, por të vërtetë, të njohin ndjenjat e tyre, të besojnë në aftësitë e tyre dhe të jenë krenar për kush janë. Në fund të gjithë bashkohemi me një zë, unë jam unik, dhe po, janë vërtet, sepse çdo fëmijë është një dritë që ndriçon botën. Këtu në School for Life, ne nuk mësojmë vetëm për botën përreth nesh, por mësojmë të njohim, të duam dhe të besojmë në veten tonë. Ndonjëherë mjafton të ndalosh një moment dhe t'i thuash vetes unë mundem. Jo sepse dikush tjetër ta thot, por sepse ti e ndjen brenda vetes atë forcë. Kur beson në veten tënde, çdo pengesë bëhet një mundësi. Mos harro, askush nuk mund të ecë në rrugën tënde për ty. Vetëm ti e di sa shumë vlen, vetëm ti mund ta bësh hapin e parë. Mos prit që dikush tjetër të motivojë, sepse motivimi më i fortë jeton brenda teje. Kur bie, çoju sërish. Kur dyshon, kujto pse e nise. Dhe kur friksohesh, kujto se je më i guximshëm se ç'mendon. Bëj çdo ditë një hap të vogël drejt ëndrave tua dhe mos e krahaso veten me askënd. Ti je unik dhe bota ka nevojë për ndriçimin tënd. Kujtoje gjithmonë, nëse beson se mundesh, je në gjysmën e rrugës drejt suksesit. School for Life, aty ku çdo fëmijë mëson të besojë në vetvete, të guxojë dhe të shkëlqejë me zemrën plot besim. Të gjithë gabojmë. Disa herë kemi frikë nga gabimet, sepse mendojmë se ato na bëjnë më të dobët. Por në të vërtetë janë ato që na mësojnë më shumë. Çdo gabim fsheh brenda vetes një mësim, një mundësi për të kuptuar, për të përmirësuar, për të parë botën me sy të rinj. Ndonjëherë ndalemi, mendojmë se nuk jemi të mirë mjaftueshëm, por e vërteta është se pikërisht atëherë po fillon rritja jonë e vërtetë. Gabimet nuk janë fundi i rrugës, janë shenja që na tregojnë drejtimin. Na kujtojnë se askush nuk lindi përsosur, por secili prej nesh mund të bëhet më i mirë çdo ditë. Kur guxojmë të provojmë përsëri, kur fshim pluhurin e dështimit dhe ngrihemi, ne mësojmë, forcohemi dhe ndriçohemi nga brenda. Në çdo fëmijë që nuk dorëzohet, ka një dritë të vogël që rritet çdo ditë. Një zë që thot, unë mundem, sepse çdo gabim më mëson të bëhem më i fortë. Dhe atëherë dera hapet, drita hyn, dhe kuptojmë se çdo gabim ishte një hap drejt suksesit. Fjalët kanë fuqi, ato mund të ndërtojnë ose të shembin. Mund të afrojmë zemrat ose t'i largojmë ato. Kur zgjedhim të flasim me dashuri, ne ndërtojmë ura që lidhin njerëzit. Një falënderim, një më vjen keq, një të kuptoj, janë fjalë të vogla, por me peshë të madhe. Komunikimi i shëndetshëm fillon me një gjë të thjeshtë, me dëgjim. Kur dëgjojmë me kujdes,
kur flasim me mirësi, kur respektojmë ndjenjat e të tjerëve, ne krijojmë hapësira ku dashuria mund të rritet. Në çdo fëmijë që mëson të dëgjoj, të kuptojë e të flasë me zemër, po rritet një njeri që do të ndërtoj botë më të mirë. Sepse fjalët e mira ndërtojnë ura, dhe urat e tilla mbeten gjatë në zemër. Ka diçka të mrekullueshme që ndodh sa herë jemi bashkë. Një fjalë e mirë, një dorë e zgjatur, një buzëqeshje që e bën ditën më të lehtë. Kur ndihmojmë njëri tjetrin, zemrat afrohen. Mësojmë se forca nuk qëndron te kush është më i madh, por te ata që zgjedhin të jenë pranë. Kur punojmë bashkë, arrijmë më shumë. Sepse çdo sfidë bëhet më e lehtë dhe çdo fitore më e bukur kur ndahet me dikë. Miqësia nuk është vetëm lojë, por edhe mbështetje. Në momentet kur dikush bie, ne jemi aty ta ngrisim përsëri, të qeshim, të përqafojmë, të besojmë bashkë. Në çdo grup, në çdo familje, në çdo vend pune, bashkëpunimi është ura që na lidh, dhe miqësia është drita që na udhëzon. Së bashku mësojmë, rritemi dhe fitojmë. Sepse jeta është më e bukur kur ecim krah për krah, jo për të qenë më të mirët, por për të bërë më njerëzor, më të afërt, më të dashur. Të gjithë ndjejmë shumë emocione çdo ditë. Gëzim, mërzi, frikë, inat, dhe është në rregull të ndihesh ndryshe. Ajo që ka rëndësi është si i shprehim emocionet tona. Kur ndihesh i mërzitur, mos e fshes zemrën tënde. Ndalo për një moment, merr frymëthellë. Fol me dikë që të kupton, sepse fjalët e buta shërojnë më shumë se heshtja. Ndonjëherë, mërzitja kalon me një përqafim, zemërimi qetësohet me një frymarrje, dhe trishtimi shuhet kur dikush të dëgjon me dashuri. Të dish të shprehësh ndjenjat nuk është dobësi, është forcë. Forcë për të kuptuar veten, për të pranuar të tjerët, dhe për të mbajtur zemrën të qetë. Dhe kur mësojmë të menaxhojmë emocionet tona, bëhemi më të lumtur, më të afërt, më njerëzor. Sepse jeta është më e bukur kur e jetojmë me zemër të qetë dhe mendje të hapur. Mirësia është gjuha që nuk ka nevojë për fjalë. Ajo kuptohet nga çdo zemër. Një të lutëm, një faleminderit, një buzëqeshje e vogël, një dorë që ndihmon, janë gjeste që bëjnë botën më të butë. Respekti fillon me ne, me mënyrën si flasim, si dëgjojmë dhe si i trajtojmë njerëzit përreth nesh. Kur zgjedhim të jemi të sjellshëm, ne shpërndajmë dritë. Kur tregojmë respekt, ne ndërtojmë besim. Mirësjellja është forcë, jo sepse na bën më të fortë ndaj të tjerëve, por sepse na bën më të mirë me veten. Çdo fjalë e mirë është si një rrezë drite, që prek një zemër dhe le gjurmë të bukura. Le të sillemi me dashuri, të flasim me zemër dhe të respektojmë me shpirt. Sepse një fjalë e mirë dhe një buzëqeshje mund të ndryshojnë ditën e dikujt. Ndonjëherë, gjëja më e rëndësishme që mund të themi është një fjalë e thjeshtë, faleminderit. Një fjalë që nuk kushton asgjë,
por që ndryshon shumë. Mirënjohja e bën zemrën më të lehtë. Kur falenderojmë, e shohim bukurinë edhe në gjërat më të vogla. Një faleminderit, i thënë me sinqeritet, ka fuqinë të ndryshojë një ditë, të forcojë një lidhje, të sjellë dashuri. Faleminderit është një fjalë e vogël me fuqi të madhe. Ajo forcon lidhjet dhe na ofron më shumë me njëri tjetrin. Kur falenderojmë, ne ndalemi për një moment dhe vlerësojmë njerëzit përreth nesh, prindërit, mësuesit, shokët dhe shoqet, dhe çdo njeri që na ndihmon çdo ditë. Kur falenderojmë, e bëjmë botën më të butë. Mirënjohja është dhuratë për veten dhe për të tjerët. Le ta praktikojmë falenderimin çdo ditë, në shkollë, në familje, në rrugën tonë të jetës. Sepse kur falenderojmë, zemra qetësohet, mendja hapet dhe jeta na jep më shumë arsye për të buzëqeshur. Ndryshimi nuk vjen gjithmonë me zhurmë. Shpesh vjen në heshtje, me një ndjesi të re në zemër. Ndonjëherë, ndryshimi na tremb, sepse është i panjohur, sepse na nxjerr nga ajo që e kemi mësuar. Por ndryshimi është pjesë e rritjes. Ashtu siç rritemi ne, ashtu ndryshon edhe jeta. Çdo hap i ri kërkon guxim. Edhe kur hapi duket i vogël, ai është fillimi i diçkaje të madhe. Kur përballemi me diçka të re, zemra ra më fort. Mendja pyet më shumë, por shpirti mëson. Ndryshimi na mëson të përshtatemi, të provojmë përsëri, të mos dorëzohemi. Jo çdo ndryshim është i lehtë. Disa kërkojnë durim, disa kërkojnë kohë, por çdo ndryshim sjell një mësim, edhe kur nuk e kuptojmë menjëherë. Kur guxojmë të provojmë diçka të re, ne zbulojmë aftësi që nuk i dinim se i kishim. Ne bëhemi më të fortë, më të sigurt, më të pjekur. Ndryshimi nuk do të thotë të humbasësh veten, do të thotë ta njohësh veten më mirë. Çdo përvojë e re na mëson të rritemi, të mësojmë dhe të besojmë më shumë në vete. Mos ki frikë nga ndryshimi, ai nuk vjen për të të ndalur. Vjen për të të quar më përpara. Sepse pas çdo ndryshimi fshihet një mundësi e bukur. Prandaj, përqafo ndryshimet, me guxim, me besim, me zemër të hapur. Sepse çdo hap i ri është një hap drejt rritjes. Çdo fëmijë ka një ëndër, ndonjëherë është e vogël, ndonjëherë është e madhe, por gjithmonë është e jotja. Ëndrat lindin në mendjen tënde, në momentin kur imagjinon, kur pyet veten, po si kur unë të mundem. Besoj ëndrave të tua, edhe nëse janë të mëdha, sepse ato tregojnë kush je dhe kush mund të bëhesh. Kur guxon të ëndërrosh, ti fillon të njohësh veten. Zbulon çfarë të pëlqen, çfarë dëshiron dhe çfarë të bën të lumtur. Por ëndrat nuk jetojnë vetëm në mendje. Ato kanë nevojë për hapa të vegjël, hapa të sinqert, hapa që i bën ti. Qëllimet janë udhërrëfyesit e tu. Ato të tregojnë drejtimin, edhe kur rruga duket e gjatë.
Jo çdo ditë do të jetë e lehtë. Ndonjëherë do të gabosh, ndonjëherë do të lodhësh, por kjo nuk do të thotë të ndalesh. Çdo përpjekje të mëson diçka. Çdo gabim të bën më të fortë dhe çdo herë që provon përsëri, ti rritesh. Kur beson në veten tënde, ti mëson të ecësh edhe vetëm. Të mos krahasohesh, të mos dorëzohesh, të vazhdosh edhe kur askush nuk të shikon. Forca nuk është gjithmonë zë i lartë. Shpesh është një zë i qetë në brenda teje që thot, provo edhe një herë. Vendos qëllime për veten tënde. Jo për të qenë si dikush tjetër, por për të qenë versioni më i mirë i vetes. Ec hap pas hapi, me durim, me besim, me zemër të hapur, sepse çdo ëndër që e beson, ndërton të ardhmen tënde. Dhe çdo fëmijë që beson në veten e tij, ka brenda vetes një botë të tërë mundësish.